Kandidatët për rektor të ardhshëm të Universitetit të Tetovës, Fahri Ramadani, Jusuf Zeneli dhe Kushtrim Ahmeti prezentuan sot platformën dhe vizionet e tyre për udhëheqjen e universitetit në mandatin e ardhshëm 3 vjeçar të vitit 2026-2029. Gjatë prezantimeve, kandidatët shpalosën planet e tyre për zhvillimin institucional, ngritjen e cilësisë në mësimdhënie dhe kërkim shkencor, si dhe për forcimin e rolit të universitetit në shoqëri. Ata theksuan rëndësinë e bashkëpunimit me komunitetin akademik dhe studentët në proceset e ardhshme zhvillimore. Të tre kandidatët u zëtuan se do të punojnë me përkushtim dhe përgjegjësi për të vazhduar avancimin e Universitetit të Tetovës, duke synuar rritjen e standardeve akademike, zgjerimin e bashkëpunimeve ndërkombëtare dhe forcimin e pozitës së universitetit në hapësirën e arsimit të lartë. Universiteti përfaqëson arritjen më të rëndësishme, më të madhe, e cila është pak rrahësueshme me çfarë do lloji arritje tjetër. Mendoj se universiteti është simbol identitar për ne. Dhe si i tillë ai meriton që të kontribuojë secili nga ne për të zhvillim të mëtejshëm për progres të këtij universiteti. Platformën time unë e kam ndarë në 9 shtylla ose në 9 pjesë. Ne kemi për të dhënë ende për Universitetin e Tetovës. Dhe pikërisht platforma jonë e mban titullin Universitet modern me standarde evropiane, bazuar në cilësi akademike, duke pasur studentin në qendër, duke afirmuar punuar në vazhdimsi për ndërkombëtarizimin, digitalizimin, inovacionin dhe krejto me vlerat evropiane. Pra 5 prioritetet strategjike: zhvillim akademik dhe cilësi, mirëqenie studentore, ndërkombëtarizim, hulumtim dhe digitalizim, dhe komuniteti dhe shoqëria. Si ide udhëheqëse të platformës, kemi parashikuar atë momentin e kalimit nga mirëmbajtja institucionale, përkatësisht nga ideja e vazhdimësisë së universitetit në ngritje të një zhvillimi më të lartë, i cili do ta sfidon kohën. Universiteti i Tetovës është një institucion i cili ka historinë e vet, për të cilën histori na e kanë lakmit të gjithë, dhe është universiteti vetëm i cili ka këtë histori aq unike dhe aq të veçantë. Gjithmonë do ta respektojmë atë, por gjithsesi do të ecim përpara duke ndërtuar të ardhmen me dije dhe me guxim. Këtë gjë do ta arrijmë pikërisht me anë të 3 aspekteve ose me anë të 3 komponentave kryesore: cilësi të matshme, kërkim të organizuar dhe universitet funksional. Për brenda të gjitha këtyre qëllimeve ka edhe mekanizma të cilët në mënyrë konkrete dhe në mënyrë të matshme do t'i arrijë dhe do ta zhvillojnë universitetin në institucion të mirëfillt akademik. Ngjarja ngjalli interesim të madh, duke mbledhur një numër të konsiderueshëm pjesëmarrësish nga bota akademike, stafi universitar dhe studentët, të cilët ishin të pranishëm për të dëgjuar programet dhe prioritetet e secilit kandidat. Procesi zgjedhor për rektorin e ri pritet të përcaktojë drejtimin e institucionit për periudhën 2026-2029, ndërsa komuniteti universitar do të ketë mundësinë të vlerësojë programet dhe vizionet e kandidatëve në këtë garë.